interesant për plotësuar idenë tuaj dhe logjikën në zona të mira të Tiranës, në zona afër qendrës apo brenda Unazës, sipas të dhënave, 2 garazhe kushtojnë edhe 90.000 euro. Po pra praktikisht ju e kuptoni se sa e vështirë është për një çift të rinj shqiptar, qofshin këta edhe 2 mjekë, 2 mjekë të formuar shumë mirë, praktikisht me rroga, ku ta diun 1.500 apo 2.000 euro, edhe në qofse do flasim për spitalet private, se pagesat këto janë të gjithë një realitetin shqiptar, që të blejnë një shtëpi në qendër ashtu siç e përmendë ti, sepse duhet dhe garazhe për fat të keq sistemi transportit publik shqiptar lë për të dëshiruar, pra u nevojiten makinat. Makina në Shqipëri nuk konsiderohet luks, po konsiderohet një mjet i domosdoshëm për të lëvizur për arsye të mungesës së një sistemi transporti publik të bashkëkohor, apo le të themi nivelet minimale të shërbimit të tij, pa orare. Tiranë konkretisht autobusat i kemi pa orare, i kemi të mbushur, i kemi jo shumë, le të themi, nuk prekin çdo zonë Tiranës e të tjerë. Pra praktikisht ne flasim që kushtet e jetesës në Shqipëri bëjnë që mjekët, inxhinierët, të gjithë ata që kanë një oportunitet apo kanë një mundësi që të punojnë jashtë shtetit, kanë tendencë që të largohen prej tyre. Dhe këtu po flasim për gati 2/3 të rinjve, nuk po flasim pak. Këto janë një sër faktorë që po dëmtojnë ekonominë shqiptare. Sot me 10 artikuj po flasin se si edhe fasonistët, ata që merrin në punë kryesisht gra me shkollën që ishin me shkolla 8 vjeçare, pra nuk ishin mbaruar edhe gjimnazin, pra merrin në punë njerëz të pakualifikuar nga pikpamja arsimore. Sot edhe ky sektor kaq i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare për sa i përket punësimit, edhe këta kanë filluar që të marrin dhe një pjesë të mirë të punës, të zvendësohen, le të themi të punëtorëve të rinj, të zvendësohen me të ardhur nga Bangladeshi, nga India, nga Nepali e të tjerë. Pra praktikisht Shqipëria nuk ofron asnjë gjë. Ajo karakteristikë që neve para gati 2 dekadash, po të kemi parasysh kthehemi pak mbas në kohë 2010 apo 2005-2010, në këtë periudhë kohë kur AIDA, agjencia që promovonte investimet e UE në Shqipëri, vendos se si po të lexojnë atë në website-in e vet të shkruajme të madhe që Shqipëria ofron një forcë punëtore të re dhe të kualifikuar. Sot ne nuk e kemi më këtë karakteristikë dhe AIDA me të drejtë nuk e publikon në këtë sitë të. Pra sot Shqipëria ofron shumë pak për sa i përket prodhimit. Sigurisht uroj që në të ardhmen të lullëzoj turizmi, uroj në të ardhmen të lullëzojnë shërbimet, por kur vjen puna çfarë do ofrojë një vend si Shqipëria përveç shërbimit dhe turizmit, i bie pak ose as pak. Pra ne kthehemi në një vend që nuk duhet të prodhojë dhe duhet të bëjmë një vend thjesht konsumator. E qartë, zoti Mushur, ju falenderoj për këtë ndërhyrje tuaja. Faleminderit juve dhe një përftesën. Shikoj të nderuar, dhe ne kemi mbërritur në fund të këtij